tek punëtorët që nuk kemi të bëjmë asgjë me qeverinë dhe me kuvendet komunale është një gjendje shumë më e mirë. Tani, domethënë, tek kompanitë private në vende të rralla kemi që ka pagë nën 400 euro. Është një gjendje më e mirë, po jo e mjaftueshme. Kemi probleme sepse punëtorët punojnë jashtë orarit punës, punëtorët punojnë edhe gjatë natës dhe nuk paguhen. Punëtorët e sektorit privat pjesa dërmuese gjatë javës punojnë 6 ditë e që dita e 6 nuk u kompenzohet. Normal që kemi probleme çështjeve të shëndetësore dhe probleme tjera që janë një mal me probleme, por megjithatë tani para mendojnë që ne nuk kemi edhe qeverinë në syne tjera dhe shpeshherë nuk kemi edhe kujt i drejtohem për problemet që ne i kemi. Mas pari qeveria e re, po themi, inshallah do në Zoti edhe shpejt bëhet ajo qeveri, kush do qoftë është me rëndësi, po ne ma tepër gati po e kemi tani problemin se si do të bëhet qeveria se sa me problemet tona që. Sepse edhe në të kalume, në mandatën e kësaj qeverie, absolutisht nuk është marrë fare me problemet e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës dhe vetë fakti që na bën me dije që nga viti 2020 e deri në fund të 2025-s kemi mbi 400.000 të ikur, të lëshuar, të dalur nga Kosova, të bën me dije që po të kishte qenë mirë, s'pakut ndoshta ky numër do të ishte shumë më i vogël. Ne kuptojmë që në gjithë botën bëhen ndryshime, lëkundje të vendeve të punës, ikje në vende tjera, por megjithatë në një vend kaq të vogël me një ikje kaq të madhe, këtu mjafton edhe një 5-6 vjet me vazhdu që kjo ikje çështë dhe pastaj Kosova mbetet me njerëz të mboshës mbi 65 vjeçare, 70 vjeçare.